Horoskopi ditore premte 28 nëntor 2025. Dashi, Venusi do t'ua bëjë jetën në çift edhe më të bukur sot. Do t'ja shprehni pafund ndjenjat atij që dashuroni dhe do të drithëroheni kur të jeni pranë tij. Beqarët nuk do të kenë komplekse dhe me shumë gjasa do të mendojnë të krijojnë një lidhje me personin që kanë pak kohë që e njohin. Në planin financiar, klima do të jetë e dyzuar, kujdes me shpenzimet e tejskajshme. Demi, të gjitha ata që janë në një lidhje do të jenë më të sinqert me personin që kanë në krah dhe nuk do t'i mbajnë atij asnjë të fshehtë. Në këtë mënyrë, marrëdhënia e tyre do të përmirësohet ndjeshëm. Beqarët do të hedhin hapat e parë drejt një angazhimi serioz. Në planin financiar do t'ju duhet të merrni masa drakonike në mënyrë që të stabilizoni sa më shpejt situatën financiare. Binjakët, nëse jeni në një lidhje prej shumë kohësh, asgjë nuk do të shkojë ashtu si e kishit menduar. Partneri nuk do të përkujdeset aq sa duhet dhe do t'ju qëndrojë më larg se më parë. Beqarët nuk do të rrezikojnë asgjë vetëm për të gjetur dashurinë. Asnjëherë nuk i dihet si vjen jeta. Në planin financiar problemet janë të shumta, por jo aq alarmuese. Gaforia, do të jeni shumë ndërimtar gjatë kësaj dite dhe do të kërkoni nga partneri gjëra të pamundura. Mos e prishni atmosferën e ngrohtë që ishte e krijuar mes jush, sepse do të jetë vështirë që t'i riktheheni. Beqarët edhe sot do të ndihen vetmuar sepse nuk e gjejnë ende personin e ëndrave. Financa do të jenë në gjendje më të mirë dhe mund të hiqni ndonjë para mënjan. Luani, sot do të bëni gjithçka në bashkëpunim me partnerin tuaj dhe nuk do të keni as mosmarrveshjen më të vogël me të. Toleranca dhe mirëkuptimi do të mbizotrojnë gjatë gjithë kohës. Beqarët me shumë gjasa do të fillojnë një histori të bukur dashurie me një person të veçantë. Në planin financiar do të tregojeni të kujdesshëm dhe nuk do të shpenzoni kuturu. Virgjëresha, do të mendoni vetëm për veten tuaj gjatë kësaj dite dhe pa dashje mund të lëndoni shumë partnerin tuaj. Tregohuni paksa më të kujdesshëm. Beqarët nuk do e mendojnë gjatë gjithë kohës krijimin e një lidhje, por do dalin me miq dhe do të argëtohen pafund. Financat do të jenë shumë të mira. Përfitoni nga kjo për të bërë shpenzimet më të domosdoshme. Peshorja, sot do ta konsolidoni edhe më tepër lidhjen që keni krijuar dhe do të filloni të thurni plane mbi të ardhmen. Partneri do të bëjë lëshime pafund. Beqarët do të kenë vëmendjen tek fillimi i aventurave pasionante dhe jo tek krijimi një lidhje të qëndrueshme. Do t'ju plotësohen dëshirat. Në planin financiar do të keni fat dhe do të kryeni transaksione të rëndësishme. Akrepi, duhet i shtoni pak më shumë dozat e fantazisë gjatë gjithë kësaj dite nëse doni që marrëdhënia në çift të shkojë ashtu si duhet. Partneri nga ana e tij do të bëjë sa mundet. Beqarët më mirë të qëndrojnë edhe sot vetëm sepse nuk është dita e duhur për të patur njohje të reja. Sektori material do të jetë i qëndrueshëm. Mundoni ta mbani sa më shumë këtë situatë. Shigjetari, do të ngrini shumë pikpyetje për jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe nuk do të dini çfarë rrugë të zgjidhni. E mira do të jetë të flisni hapur me partnerin, sepse vetëm me të mund të gjeni një zgjidhje të përshtatshme. Beqarët nuk do të kenë asgjë të re në planin sentimental. Në planin financiar pritet një ditë e vështirë dhe e mbushur me probleme. Tregohuni të kujdesshëm. Bricjapi, do të tregoheni më të hapur me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe do të keni mundësi të flisni për gjithçka që ju shqetëson. Ai do të jetë i gatshëm t'ju plotësoj qefin. Beqarët nuk do të kenë fat në dashuri edhe pse po mundohen shumë që të gjejnë dikë. Në planin financiar çdo gjë do të jetë në varësi të sjelljes tuaj kohët e fundit. Nëse nuk jeni treguar të kujdesshëm për të kursyer do të keni probleme. Ujori, ditë shumë normale kjo sot me për ata që janë në një lidhje. Bashkëpunimi apo komunikimi do të vazhdojnë gjatë gjithë kohës. Beqarët duhet të tregohen shumë të matur dhe të mos joshin cilindo që do t'u dalë përpara. Mund të ndeshni persona që edhe mund t'ju lëndojnë. Në planin financiar do t'jeni mjaft optimist dhe do të arrini ta përmirësoni ndjeshëm situatën financiare. Peshqit,
Në përgjithësi, jeta juaj në çift do të jetë e mbrojtur nga yjet, komunikimi me partnerin do të jetë i mirë dhe kështu do të mund të zgjidhni me qetësi çdo mosmarrëveshje që keni patur. Beqarët do të jenë mjaft të favorizuar në dashuri. Në fund ata nuk do të ndihen më vetëm sepse dikush do t'ua bëj ditën më të bukur. Financat do të jenë të paqëndrueshme, prandaj kujdes kur të shpenzoni.